Mreti edhe Hasan Karcelli. Kish pas dalë Hasan Karcelli zone për njerit meqë. Fjallë mas fjallë, goj mas goje, mriju haberi dhejt e mreti. Dit për ditësh, mreti e thiri me shkutaj, mirë po, Hasan Karcelli shkoj për fjallë që dërkuj. Kur njeu mreti e qoj e vnuhin e vetë me thirë Hasanin. Kur shkoj e vnuhin shpet Hasan Karcellit, thiri 1-2-3 herë, e a e dullë. Kjo dhe i kalzoj që i kish shumë mreti me marë, se kish pas nije që i ka dalzone Hasanit për njerit meqë. Hasan Karcelli e mu një thes me veti, e unis me shku të mreti. Kur shkoj e hini mrana duvarit shpis, të mretit e la thesin mas kapegjikut, ti e shkoj e hini mrana. Si hini mrana, mreti e priti mirë e ma mirë. Kishte si njerit meqë. Tu i najtë të lafuanën me veti, mreti e veti për 2 mesele. E kjo ja qëllaj 2 jave. Kur e pa mreti që ja qëllaj e tëmve 2 meseleve që i veti, menaj mire po thot vetë me veti. Qysh muj mi mashtru e Hasan Karcelli? Mreti du jashtë i tha Hasanit. Rriti këtu mrena se unë veç po shkoj me marë pak të fereg e kthejna sahura. Mreti dule shkoj e nëzuni një karcel, e kur hini mrena me ta, ngrosht i tha Hasanit. Mësh me aqillu e shka kam ngrosht, po ta pranoj se një me e njëri i meqë. Hasani e nisi po menon, edhe ashtu të i menu e të i full vetë me veti tha. Ha i mirë janë, po që jam ngosht si Karcelli ngrosht. Mreti e njeu se që ka fulle Hasani e qeli grushtin e Karcellit cej pej dorës ti e ra në rallak. Atëher mreti e dha dorën Hasan Karcellit e i tha, eu Hasan Karcelli, eu, po njeri i meqëm të ki. Kështu pej atëherit i me temni Hasan Karcelli.